Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, zoti Fidel Ylli, priti në një takim shumë miqësor filantropisten e njohur shqiptar-amerikane dhe ish basketbolisten zonjën Fotini Alteni Kokeri. Gjatë takimit, presidenti Fidel Ylli e njohu zonjën Alteni Kokeri me të gjitha rritet e Koksh në 4 vitet e fundit, si edhe me projektet madhore që Koksh është duke zhvilluar, nga ekipet sportive në shkolla e deri te ndërtimi i Tirana Olympic City. Zonja Alteni Kokeri u shpreh impresionuar nga arritjet e sportit në Shqipëri dhe veçanërisht me punët e mira të Koksh dhe ofroi bashkëpunimin e saj në projektin e Koksh për të ftuar të gjithë sportistët e rinj të talentuar që jetojnë dhe stërviten në vende të ndryshme të botës të bëhen pjesë e ekipit olimpik të Shqipërisë. Zonja Fotini Alteni Kokeri ishte sponsorizuese e ekipit kombëtar Masters Atletikës, që pak ditë më parë mori pjesë në botrorin indoor Masters Atletikës, të mbajtur në Florida të Amerikës, me pjesëmarrjen e 2 sportistëve, Rudin Bektashi në 60 metra me pengesa dhe Gjergji Hasa në 3000 metra. Komiteti Olimpik ka përgatitur një medalje të dedikuar vetëm për ty, me logon e Komitetit Olimpik, me logon e re, për gjithë kontributin që vazhdon i jep jo vetëm për sportin, po dhe për gjithë shqiptarët dhe për gjithë ata njerëz në nevojë që juve të më ndihmoni dhe i bëni të ndjen lumtur. Shumë faleminderit Fidel, është kënaqësi. Faleminderit.